Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov. Në 27 vjetorin e vrasjes së viktimave që u vranë u dogjën në familjen Vesa, gjatë ejtës pranë lapidarit të tyre, në varrezat e qytetit u mbajtën homazhe. Përfaqësues të institucioneve, subjekteve politike, qytetare familjar nderuan me homazhe martirë të pafajshëm të ekzekutuar mes natën e 1 dhe 2 prillit të vitit 1999. Në natën mes 1 dhe 2 prillit 1999 në Gjakov, forcat serbe masakruan e vranë rreth 60 civil shqiptar të bashkësisë së parë lokale. Si çdo përvjetor tjetër, edhe sot familjarët të vrarëve u gjendën para pllakës përkujtimore që simbolizon masakrën e ndodhur në familjen Vesa, për të kujtuar mes lotësh e emocionesh secilin person të pafajshëm në këtë histori. Albina Hoxha Bakia thotë se tmerrja e asaj nate ishte i paharrueshëm. 1 dhe 2 prillin e kujtojmë me shumë dhimbje, me shumë madh, po jemi edhe krenar që gjithë popullin e kemi mbas vetes, që njerëzit edhe mas 27 viteve vinë omazh dhe nuk na harrojnë. Përfaqësues të partive politike e qytetarë të shumë gjatë gjithë paraditës të shoqëruar në grupe bën homazhe për të nderuar viktimat e pafajshëm të gjenocidit serb. 21 të vrarët të familjeve Vesa, Hoxha Haxhiavdia, Caka, Gashi dhe Nuçi, të strehuar në shtëpinë e lulëzimit, u ngjitën në qiell bashkë me flakën që dogji trupat e tyre për ta sjellë dritën e lirisë. Në po të njëjtën ditë, ndodhen edhe vrasjet dhe masakrat e 57 martirëve të familjeve Cana, Gërçari, Guci, Demjaha, Deda, Leshi, Dylatahu, Tetrica, Bardunici, Haxhia, Çarkaxhia, Pozhegu, Kavaja, Spahiu, Hraçia, Dinaj, Aliu, Glloxhani, Thaçi dhe Muhaxheri, ku edhe aty kryesisht u morën burrat dhe djemt për të vrarë e më pas edhe zhdukur. Gjatë të premtes i është dhënë lamtumira fundit infermierit, ish luftëtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Shkelzen Gashit. Kontributi i tij u vlerësua shumë nga të pranishmit në ceremoni mortore. Për punëtorin e devotshëm shëndetësor, Shkelzen Gashi u mbajtën edhe homazhe nderimi. Sot ju dha lamtumira fundit ish luftëtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Shkelzen Gashit. Qindra qytetar, familjar, bashkëluftëtar dhe miq u mblodhën në varrezat e qytetit për ta përcjellë në banesën e fundit, duke nderuar kontributin dhe sakrificën e tij për liri. Para ceremonisë së varrimit u mbajtën homazhe, ku të pranishmit bën nderime dhe vendosën kurora lulesh pranë arkivolit të ndjerit. Në këtë ceremoni, fjalë rasti mbajtjes zëvendës ministri i mbrojtjes Gegëlleshi, i cili vlerësoi lart veprën dhe angazhimin e doktor Shkelzen Gashit. Shkelzeni ishte më shumë si një njeri. Ishte simbol i përkushtimit, i guximit, i dashurisë për atë dheun. Si atletar i devotshëm, mjek i luftës dhe luftëtar i guximshëm, ai qëndroi në ballët e detyrës në kohët më të vështira, duke shërbyer kombit me nder, dinitet dhe sakrificë të rrallë. Në ditën kur vendi kishte më shumti nevojë për bijtë e tij, Shkelzeni zgjodhi të qëndrojë në vijën e parë të frontit krah për krah me bashkëluftëtarë. Me fjalë kujtimi dhe nderimi për të ndjerin kishte edhe komandanti i brigadës 137 të Gjakova, Agron Kryeziu, i cili rikujtoi figurën e tij si luftëtar dhe bashkëluftëtar, duke cilësuar si shembull të përkushtimit dhe guximit. Si mjek ushtarak, ai ishte shpresa për të gjithë plagosurit, dora që shëronte dhe zemra që nuk dorëzoi kurrë. Ai nuk pyeste për rrezikun, sepse për të jeta e tjetrit ishte mbi gjithçka. Ceremonia fjalimeve u mbyll me një moment të jetë emocional, ku dy vajzat e të ndjerit mes lotësh ndan kujtime dhe shprehen krenarin për babain e tyre, duke kujtuar si figurë të fortë familjare dhe atletare. Na e ma qika të zemit, ajo shumë krenare për qëtë familje se e kena na, edhe na jena shumë krenare për to, edhe duhem shumë. Shkelzen Gashi ishte një ndër themeluesit e brigadës 137 Gjakova, ndërsa pas luftës vazhdoi kontributin e tij në trupat e mbrojtjes së Kosovës. Më pas emigroi në Belgjik, ku jetonte bashkë me familjen.
Indjeri do të prehet përjetësisht në varrezat e qytetit të Gjakovës. Gropat e shkaktuara nga kompani të ndryshme të cilat intervenuan në punime infrastrukturore, por nuk i sanuan ato, kanë filluar të mbushen pas vërejtjeve dhe gjobave të mundshme që morën nga inspektoriati. Ervin Shabani, drejtori i inspektoriatit, tha se është shumë e rëndësi që të gjithë gropat në zonën e qytetit të mbushen, me qëllim që qarkullimi të jetë sa më i lirë. Prej kohësh, Mediumyn ka raportuar për gjendjen e rrugëve të dëmtuara në qytetin e Gjakovës, ku gropat e hapura kanë qenë shqetësim i vazhdueshëm për qytetarët. Së fundmi është vërejtur se në shumë rrugë dhe lagje ka filluar mbushja e tyre. Megjithatë, këto dëmtime jo vetëm që kanë ndikuar në imazhin e qytetit, por edhe kanë rrezikuar të shkaktojnë dëmë në automjetet e qytetarëve. Problemi kryesor, sipas autoriteteve, lidhet me kompanitë që ndërhyjnë në punime të ndryshme infrastrukturore, të cilat pas përfundimit të tyre nuk i rikthejnë rrugët në gjendjen e mëparshme. Lidhur me këtë çështje, drejtori i drejtorisë për inspektime në Gjakov, Ervin Shabani, ka bërë të ditur masat që ka ndërmarrë inspektoriati komunal. Drejtoria për inspektime i ndjek me interes të veçantë punimet kudo që ndodhin në rrugë nga operatorë të ndryshëm apo nga persona privat që dëshirojnë të kyqen si në rrjet të ujësjellësit, si të kanalizimit apo në rrjet e tjera. Është një procedurë ku ata mundën me kërku leje për kyqje. Nëse i lejohet leja, na monitorojmë derisa ta përfundon punën, edhe e monitorojmë se apo e kthejnë në gjendjen e mëparshme, kushdo që punon pa pëlqim nga komuna gjobitet, edhe merren krejt masat e nevojshme që dëmtimi i pronës publike të kthehet në gjendjen e mëparshme apo të rregullohet. Shabani gjithashtu shtoi se inspektoriati është në terren, është duke monitoruar situatën dhe duke obliguar operatorët për sanim të menjëhershëm të dëmtimeve, ndërsa ndaj atyre që nuk i respektojnë rregullat po ndërmerren masa ndëshkuese, përfshirë gjoba dhe detyrime për riparim. Drejtoria për inspektime ka nisë një fushat tashpër kundër çdo operatori ekonomik që e dëmton rrugën publike, edhe si rrjedhoi e kësajna janë marrë disa masa si gjoba, masa të ndryshme, edhe kjo ka ndikuar që operatorët cilët e dëmtojnë pronën publike ta kthejnë në gjendjen e mëparshme. Ka ende vend për përmirësim, po jemi të punu në drejtim. Në fund, autoritetet komunale u bëjnë thirrje të gjithë kompanive që të respektojnë standardet gjatë dhe pas kryerjes së punimeve, në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i mëtejmi i infrastrukturës dhe të rritet siguria për të gjithë pjesëmarrësit në trafik. Prej gati 3 vitesh, subvencionimi i energjisë elektrike familjeve të dëshmorëve u është ndaluar nga qeveria. Këto familje madje as nuk dinë arsyeën e ndërprerjes së subvencionimit, e as nuk kanë asnjë informat nëse ky proces do të rifillojë. Për vite me radhë, familje të dëshmorëve dhe kategori tjera të dala nga lufta kanë përfituar subvencionim të faturave të energjisë elektrike. Para rreth 3 vitesh ky subvencionim u ndërprej pa asnjë njoftim, duke i lënë mira familje të painformuara e duke ia mohuar këtë të drejtë të garantuar me ligj. Beqir Zeneli nga Departamenti i Familjeve të Dëshmorëve dhe Invalidëve të Luftës e konfirmon këtë. Se përket Departamentit Familje Dëshmorëve, Invalidëve dhe Veteranëve të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, në bazë ligjit, i takon subvencionimi të rrymës. Ndi viti është ky viti i tretë që nuk është zbatuar ligji, sa i përket për subvencionim të zbritit të rrymës. Ky përfshin të gjitha kategoritë kodrat të departamentit. Zeneli thotë se s'kan pranuar asnjë njoftim zyrtar lidhur me ndërprerjen e subvencionimit. Arsyeja nuk na kanë dhënë arsye. Institucionet më lartë, kështu që njoftim jo. Sipas Zenelit, kjo është padrejtësi dhe shkelje e ligjit. Këtu është një padrejtësi. Këtu është një padrejtësi që i bëhet ndaj këtyre kategorive për vlerët e luftës. Dhe këtu është shkelje e ligjit. Tash kush do të merr
përsipër, herët avon dukush të përgjegjësi për këtë veprim që ka bën. Zeneli thot se pavarësisht shumës, ligji që është në fuqi duhet të zbatohet. Qëto që i takojnë bazë ligji që është, edhe që mos më zbatuar, që mos më gëzu, është shumë. Në përpujim të shket rast që rryma është shtrenjtë, gjon jeta është shtrenjtë, gjitha është tu, dhe këto që mos më zbatu ligji, bilet pak e shumë, ato që ka në ligj, le të zbatohen. Desha të bëhet një ndryshim i ligjit të ri. Kujtojmë se aktualisht qeveria e Kosovës subvencionon familje të cënueshme të cilat kanë të ardhura të ulta për antar familje, ndërsa për kategoritë të dala nga lufta, përveç ndërprerjes deri më tani s'kan pasur asnjë informacion. Ne jemi drejtuar disa herë me email Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për të kuptuar arsyen pse janë përjashtuar pa asnjë njoftim këto kategori, si dhe çka pritet të ndërmarrin tutje lidhur me këtë çështje, por s'kemi arritur të marrim një përgjigje. Në disa shkolla të Kosovës po qarkullon një version i ri i kontratës kolektive e cila po ju kërkohet mësimdhënësve që ta nënshkruajnë. Kështu vlerësojnë nga Sindikata e Arsimit, Zenun Nimani. Kryetari i sindikatës në Gjakov kërkoi nga mësimdhënësit që të mos nënshkruajnë asnjë kontratë pa u konsultuar me sindikalistët. Spashku ka paralajmëruar mësimdhënësit që të kenë kujdes dhe të mos nënshkruajnë kontrata të reja pune që dëmtojnë të drejtat e tyre. Pas kadimit të kontratës kolektive dhe shkëputjes së njëanshme të saj nga mashti, i pari sindikalistëve në Gjakov, Zenun Nimani, thot se versionet që po qarkullojnë e që i posedon Spashku janë më të pafavorshme se kontratat ekzistuese dhe nuk janë në përputhshmëri me UA10 thye për 2015 për kontratat e punës për mësimdhënësit e arsimit para universitar. Arsyeja është se nuk i kem pranu edhe janë të papërshtatshme e shumë të papranueshme për arsimin në përgjithësi në Kosovë. Është kontratë që nuk dihet as kush e ka punu mirë, mas po e thua që një organizatë jo qeveritare e kanë shpërnda, kanë kërku një 3-4 komuna, drejtoritë komunale, 3-4 komunave në Kosovë që me fut një implementim këtë kontratë me nënshkruajmë mësimdhënësit. Është shpërnda në për disa komuna, por nuk e kanë nënshkruar. I pyetur nëse kjo kontratë ngjashme është dërguar edhe në Gjakov, Nimani tha se fatmirësisht ende jo, por kujdesi duhet të jetë i shtuar. Fatbarësisht, në Gjakov as nuk e kanë marrë, as nuk kanë insistu me shpërndar me nënshkruaj këtë kontratë. Kjo fatbarësi edhe është shumë pozitive për ta, sepse është e pafavorshme ose e papranueshme në çdo aspekt, vetëm te pika 5 e neni 2 thotë kjo mësimdhënie pune është me kohë të pacaktuar dhe ka filluar nga data kur e ke nënshkruar ose kur ka filluar kjo. Kjo marrëdhënie pune me kohë të pacaktuar. Këtu janë ato lojna që i kanë luajtur i qereshk shekulli me arsimin, tash me ta mundsu e me mundsu vetet partitë ose udhëheqësit komunale me lujt me mësimdhënës që duan. Prano kur dush, hiqe kur dush, zavenco kur dush me tjetrin. Prandaj Zbashku ka mulkom dhe qëndron pranë atij refuzimi se këto për sistemin arsimor janë të papranueshme. Të gjendur para kësaj situate, sindikalistët e arsimit vazhdojnë të kërkojnë rinegocimin e një kontrate të re që garanton shujtat, udhëtimin dhe shpërblimet jubilare. Në të kundërtën mësimdhënësit këshillohen që të konsultohen me përfaqësuesit e Zbashkut përpara çdo nënshkrimit të dokumentave të reja të punësimit. Po bëhen gati 3 muaj që kur shumë shtëpi në Gjakov ishin përmbytur nga rreshtet e mëdha të shiut, edhe pse u tha që dëmet e shkaktuara do të subvencionohen. Familja Kuqishta, njëra nga familjet e dëmtuara, thot se përpos një lavatriçe dhe disa metra laminat, asgjë tjetër ende nuk kanë përfituar. Dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e janarit të këtij viti në familjen e Artan Kuqishtës kanë mbetur ende të pariparuara plotësisht. Këtë fillim pranvere, ai thot se përkundër të ftohtit dhe gjendjes së vështirë ekonomike, po përpiqemi të kalojmë nga një ditë në tjetrën, duke pasur shumë shpesh edhe ndihmën e shoqërisë. Po më natë
mundësin tonë me thonë drejten, pëna në shoshninja po më nimojnë ka pak, po e blinë ka i thes li pak, ka i thes beton që shtu tërë, po një ka pak, kur gjo. Kryefamiljari thot se përpos një lavatriçe dhe pak laminat që ka marrë nga komuna Gjakovës, asnjë ndihmë tjetër ende nuk e ka përfituar. Pe komunë kena marrë një lavatriçe, kena marrë do laminat, sa në shimore që shtu ka pak, po, qëto. I gjendur në këtë situata s'pak të mirë përballë gjurmëve që kanë lënë përmbyetjet, kryefamiljari Kuqishtaj thot se edhe me shëndet nuk ndihet mirë, prandaj kërkon mbështetje për familjen e tij. Me shëndet jam keq me tëna, me paga, me krejt jem shumë dopt. Kujtojmë se gjatë muajit janar, shumë shtëpi në zonën rurale dhe urbane u përmbytën nga rreshtet e shiut, të cilat shkaktuan dëme të konsiderueshme në banime individuale, por edhe në shtretërit e lumenjve. Vendimin për pagën e 13 nuk e kanë mirëpritur si duhet sindikata e punëtorëve të sektorit privat në Kosovë. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës në lidhje virtuale, i ka pohuar me gjumin tonë se buxheti i Kosovës është i të gjithëve dhe do të duhej të mendohej edhe për punëtorët të sektorit privat, të cilët janë tatim pagues të rregullt. Në një kohë kur qytetarët po përballen me rritje çmimesh dhe kosto gjithnjë më të lartë jetese, qeveria e Kosovës ka vendosur pagën e 13 për sektorin publik. Mirë po kjo nuk do të ndodhë edhe në sektorin privat. E për këtë çështje, Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, në një lidhje virtuale ka pohuar se edhe këtë herë u diskriminuan punëtorët e sektorit privat pasi buxheti i Kosovës nuk është vetëm i punëtorëve të sektorit publik. Ky buxhet i Kosovës, Republikës Kosovës nuk është vetëm buxhet i punëtorëve të sektorit publik. Mos harrojmë se ne gëzohemi ndarjes për këta punëtorë, por nuk është hera e parë që qeveria e Kosovës i diskriminon punëtorët e sektorit privat të Kosovës, sepse nëse ato mjete grumbullohen kryesisht nga pagat e punëtorëve të sektorit privat ku janë mbi 200.000, është një ironi shumë e madhe pse nuk ndanë këto mjete edhe për punëtorët të sektorit privat të Kosovës. Mjetet që do të destinohen për pagën e 13, më mirë do të ishte që qeveria t'i barazonte me pagën minimale, shtoi Azemi. Këto mjetet që nda më mirë kishte me qenë që kryeministri i Kosovës ta barazonte pagën minimale që ka shumë punëtorë të sektorit privat të Kosovës që kryejnë shërbime për qeverinë e Kosovës dhe edhe sot marrin pagë 292 euro dhe punëtorët e sektorit publik të marrin nga, po themi edhe pagën e 13, është një diskriminim hala më i madh se sa këto që e ka bërë. Realisht po e them, a ka qenë më mirë që të intervenoj kryeministri i Kosovës më shumë se 10.000 punëtorë që sot nuk i gëzojnë pagat e tyre në krahasim me pagën minimale, por dikant t'i baj ka 2 paga dhe dikush po e përsëris në Universitetin e Prishtinës, edhe sot punëtorët e sektorit privat të Kosovës që paguhen nga buxheti i Kosovës marrin 292 euro dhe me të vërtetë është një vendim që mendoj që ky kryeministër nuk është kryeministër i gjithë punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Azemi gjithashtu vuri theksin edhe të një rast tjetër, kur janë diskriminuar punonjësit e sektorit privat. Paramendojeni që këto qeveri tona edhe në kohën e Covidit i diskriminuan punëtorët të sektorit privat të Kosovës, ata të cilët në për spitale, mirëmbanin spitale, banin roje në për spitale ku personi i parë që ka qenë një smund me Covid ka qenë punëtori i sigurimit dhe punëtori i pastrimit, edhe atëherë na diskriminuan. Normal që ne jemi në pozicion dhe tani kemi padin në gjykatë, por megjithatë as gjithherë do të fitojmë na vetëm përmes gjykatës. Me të vërtetë është një diskriminim përsëris i llojit tillë, çka unë s'kisha dashur me pa edhe në shtete tjera e lërmë tek ne. Sipas ministrit të financave, Hekuran Murati, pagën e 13, përveç atyre që kanë punuar 12 muajt e kaluar në sektorin publik, do të ndahet edhe pagë pjesëshme edhe për ata që nuk kanë përmbushur plotësisht 12 muaj punë në sektorin publik. Pensionistët ndonë se janë gëzuar që punonjësit e sektorit publik morën pagën e 13,
por janë në pritje të ndonjë vendimi të ri edhe për moshën e tretë. Ata thonë se vlera aktuale e pensioneve është e pamjaftueshme për të përballuar fluksin e lartë të çmimeve. Pensionistët vazhdojnë të mbeten ndër kategoritë më të prekura nga rritja e vazhdueshme e çmimeve në vend, duke përballur çdo ditë me vështirësi gjithnjë më të madhe ekonomike. Për të parë nga afër situatën, ekipi i televizionit Syri ka qëndruar në qendrën e pensionistëve në Gjakov, ku shumë të moshuar kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me koston e lartë të jetesës. Njëri prej tyre tha se rritja e çmimeve të produkteve bazë po a vështirëson gjeshëm përballimin e shpenzimeve mujore. Tash kjo gjendja tash momentare që është ngritja e çmimeve na ka zonë befasi e nuk po mujmë me marrë. Pra inshallah situata pak përmirësohet edhe neve na letohet pak puna. A i theksoi se pensionet aktuale nuk janë të mjaftueshme për të përballuar rritjen e vazhdueshme të çmimeve, duke shtuar se shumë pensionistë po detyrohen të kursejnë edhe në gjërat më elementare. Ndërkohë, në një kohë kur për kategori të tjera po paralajmërohen përfitime shtesë, përfshirë edhe ekzekutimin e pagës së 13, pensionistët thonë se për ta nuk ka asnjë vendim të ri apo mbështetje konkrete. Të gjithë pensionistët e interesuar nga data 20 deri në 24 prill do të kenë mundësi që të realizojnë vizitë shëndetësore, falas nga doktori Agrona Brashi në qendrën e pensionistëve në Gjakov. Të interesuarit paraprakisht duhet të ndajnë terminin me qëllim që secili prej tyre të gëzojnë të drejtën për të trajtuar. Filantropi dhe internisti i përgjithshëm doktor Agrona Brashi vazhdon të jetë në dispozicion për pensionist të cilët dëshirojnë të bëjnë vizita dhe të marrin leksione profesionale nga doktori. Në një postim që vetë doktori ka bërë në rrjetin social Facebook, u ka bërë thirrje pensionistëve që janë të mirëseardhur për të realizuar vizita mjekësore falas në qendrën e pensionistëve në Gjakov nga datat 20, 24 prill dhe 26 prill nga ora 9 deri në orën 15. Vizitat mjekësore realizohen në qendrën e pensionistëve në Gjakove, cila gjendet në rrugën Selman Riza. Po bëhen gati 3 vite që kur kjo qendër e pensionistëve është hapur dhe e njëjta në intervale të ndryshme kohore gjatë kësaj periudhe ka ofruar shërbime mjekësore falas për komunitetin e pensionistëve, madje edhe takime të shpeshta që ky komunitet të jetë sa më afër njëri tjetrit. Kontributet e doktora Brashit shtrihen për te i mjekësisë, duke përfshirë inicimin dhe udhëheqjen e shoqatës së mjekëve shqiptar në Zvicër dhe mbajtjen e posteve kyçe në organizata të ndryshme, siç është Rotary Club dhe organizata të tjera. Basketbollistët e vllazënimit nuk kanë arritur të kenë sukses konform pritshmërive që kanë pasur. Mirë po, pavarësisht kësaj, kjo nuk i ka penguar kuqëzënjët që të vazhdojnë tutje për të arritur aty ku synojnë të ardhmen. Klubi i basketbollit po kalon një periudhë jo të lehtë në kampionat, ku rezultatet e fundit kanë ngritur pikpyetje rreth formës së ekipit dhe objektivave për këtë sezon. Humbjet e fundit kanë ndikuar në renditje, duke e bërë edhe më të rëndësishme çdo ndeshje të mbetur. Durant Hana nga klubi i basketbollit vllazënimi ka folur për gjendjen aktuale të ekipit pas ndeshjeve të fundit. Do të më koni reflektim pas asaj ndeshje, realisht na do të më konë sinqert nuk kena marrë rezultatet që kena performu, përveç lojës mrena në fakt me Yllin edhe me Ravecin që nuk performun që duhet. Ndeshën i kisha veçu me Trepçin edhe me Borën jashtë kena performu mirë, por nuk kena marrë rezultatin e fitores. Tash përbësej ndesha me Prishtinën është vendimtare vikend dhe na duhet mund mbledh forcat dhe mi motivu lojtar që me tentu ndeshën e Prishtinës mi fitu. Po ashtu, Hana u ndal edhe tek objektivi kryesor i ekipit, që nënkupton mbijetesën në Super League. Janë edhe 2 ndeshje me Prishtinën edhe si mesafir dhe me Pejen si vendas. A ko gjosa që më qëndru në Super League? Matematikisht po. Tash nëse na kryjmë detyrën tonë i fitojmë to 2 ndeshje, atëherë presim edhe rezultatet e ekipit të Ravecit me ekipet e Trepçës edhe Yllit, kështu që është gjithçka në dorën tonë.
Sipas tij, pavarësisht vështirësive, ekziston besimi se me angazhimin maksimal, klubi basketbolli Vllaznimi mund të sigurojë qëndrimin në elitën e basketbollit kosovar. Do që të përmbledhim me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Xhakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.